E shkuar e haruar, Elon Musk duket se ka mbyllur kapitullin e bashkëpunimit të tij me Donald Trump dhe ka kritikuar ashpër projektligjin e shpenzimeve të republikanit. Në një postim në platformën e tij të mediave sociale X, miliarderi e cilësoi projektligjin të neveritshëm dhe i quajti dera kongresmenët që e votojnë. Më vjen keq, por thjesht nuk mund ta duroj më. Ky projektligj i madh, skandaloz dhe plot me dera të Kongresit për shpenzimet është i neveritshëm. Turp për ata që e votuan. E dini që keni bërë gabim. Në një postim të mëvonshëm ai shtoi, Kongresi po e bën Amerikën të falimentoj. Kjo nuk është hera e parë që Musk e ka sulmuar projektligjin. Në një intervistë pasi paketa u miratua nga republikanët në dhomën e përfaqësuesve, Musk tha se ishte i zgënjur, duke shtuar se projektligji do të rrisë deficitin buxhetor dhe do të dëmtoj punën që po bën ekipi i Departamentit të Eficiencës Qeveritare që ai e drejtoi për disa muaj. Sekretarja e shtypit të shtëpisë së bardhë, Caroline Leavitt, u pyet për postimin gjatë një konferencë me gazetarët dhe i uli tensionet. Ajo tha se presidenti Trump e dinte shëndrimin e Musk në lidhje me projektligjin, por kjo nuk e ndryshon opinionin e tij. Musk, të cilit ju dha status i punonjësit të posaçëm qeveritar për të drejtuar Departamentin e Eficiencës Qeveritare, u largua zyrtarisht nga administrata javën e kaluar.